para se të niste tendri. Atëre. Ti lexojmë ndërkohë që ju mbaron. Unë kam gjithë materialet që kanë dalë sot në media. Unë nuk e di cilat janë të pika, po di vetëm një gjë, që nëse do afishoj faqja zyrtare e ARSH-s, ku është gjithçka e shkruar. ARSH-s, ë? Po pse zet kryeministri të burr? Të lutem tani më mos ta mbaroj, të lutem Beni. Po. Tendrat i bën ARSH-ja zotëri. Po, mi ke drejt. Dhe tender dhe gjitha këto afishohen në faqen zyrtare të ARSH-s. Okej, po. Dhe kontrollohen nga Open Data, e cila ka bërë publike këtë gjë. Dhe Open Data, e cila ka thënë vetëm, se është për flamur të kuq ky tender, dhe thotë, janë skualifikuar gjithë. Këtë thotë, asgjë tjetër. Nuk ekziston asnjë gjë e tillë zotëri. Ekziston vetëm një gjë. Vetëm një gjë. Që firma e dytë fituese, se nuk është e para kjo. E para është tjetër. E para është kompania e cila e ka fituar me 15 milion. Dhe është kompania Bashkimi Operatorëve Ekonomik JV Konsorët e tjera Sharjan, këto me radhë, edhe Alpstari. Dhe kjo është kualifikuar, kjo e ka fituar me vlerë më të vogël, ka fituar me vlerë 15 milion. Treja, gjithmonë e tjera bishta. Kjo është kualifikuar. Dhe arsye pse është kualifikuar, kjo është pikërisht mos plotësimi i këtyre kritereve këtu. Dhe thot, filan kompani është kualifikuar për këtë arsye. Filan kompani është kualifikuar për këtë arsye. Filan kompani për këtë arsye. E ka ajo që zyrtare. Po i kishte edhe dhe në momentin kur na dal kanë qenë ka dhe ca arsye të tjera të cilat nuk i ka marrë në konsiderat kjo kompani, atëre po them unë, jemi një tender të komprometuar, dhe gjithë aktorët që marrin pjesë në një tender të komprometuar absolutisht futen dhe penale, baroj muhabeti. Deri tani sa kam lexuar unë, dhe nuk ka guxuar njëri ta thot një gjë që the tani ti, po mund të jetë e vërtet, nuk e di. Unë them deri tani sa kam lexuar, nuk ka asnjë të dhënë që ky tender është i komprometuar. Ai lexoj atë që ka shkruar prokuroria, më nuk guxon thot. Deri tani nuk ka asnjë dokument i cili të vërtetoj që tenderi është i komprometuar, dhe po t'jetë tenderi komprometuar, thash, automatikisht, ore, ministra mund të bëj çdo gjë. Si mund të bëj çdo gjë ministra? Po zotni, duroj, mund të bëj çdo gjë më zotni. Mund të penalizohet për influencë të paligjshme. Influencim të paligjshëm. Ka firmë të ministrës, Çë? Shpërdorim detyre. Mundet të penalizohet për delegim të rënd dhe ndërhyrje në një proces. Por në mënyrë absolute nuk mund të akuzohet për një tender në cënim të nenit 258 që jep e qartë fare çfarë duhet të jetë. Dhe në qoftë se ky tender nuk plotëson asnjë nga këto kushte, si mund t'i marrësh gjithë aktorët që janë pjesëmarrës të dhe t'i penalizosh me këtë, kur vetë tenderi nuk është i tillë? Kjo është gjitha. Tani unë blidhi fjalët njëra pas tjetrës dhe bëhet gjyqi. Ne zotni nuk flitet si gazetar në këtë rast. Këtu flitet me ligj. Unë kur kam merr këtu e mora ligjin dhe e zbërtheva. Dhe thash, zotëri thot, lirit e pjesëmarrjet dhe barazit të shpesave në tendra. A u cënua, dora jesë. Jo i lem këto, se këto janë baza. Kjo është ligji, zotëri. Keni lexuar disa herë. Tani, barazit, a njëherë do të lexoj 100 herë si që lexove dhe ti tani. Okej. Kam të drejtën të lexoj. A është cënuar lirit e pjesëmarrjet barazit shtetase? Më jepi dokument. Është cënuar. Më jepi dokument, zotëri, unë po them jep dokument. Nuk je ti që vendos këtë tillë. Ç'lidhje ka kompania turke e cila ka fituar tenderin, është avantazhuar dhe privilegjuar nga ministrja e cila ka spaku me çetani. Ore zotni dhe njerëz, mos i ngatrojmë gjërat. Po thot spaku për tani. Ore zotni dhe njerëz, po i ngatroni gjërat juve. Spaku është një organ hetimor i cili ka të drejtë ngrej akuzën si doj. Po mirë, dakord, në rregull. Në qoftë se ministrja ka patur 100% dëshirë, ka patur dëshirë që ta marrë kjo kompani. Nuk përbën vepër penale. Dakord, në rregull, do të diskutojmë. Nuk përbën vepër penale. Në qoftë se pastaj e fut që kjo në bashkëpunim ka deformuar tenderin, kjo është vepër penale, që është penalizuar. Dhe këtu është gjithë problemi. Okej, Leonardo do kalojnë në publicitet, po. Vazhdo. Vazhdo tani, të lutem me argumentin, jo të lutem. Tani, s'ka unë lexoj unë, kur vinë emisione lexoj, kam profesion dhe e kam zgjedhur. Nuk i bëj avokati as pak gazetarit, gazetari në rastin konkret po lexon një dokument SPAK.
në krye të herës të thash, o do se duhet ta pranojmë, Po. ose nuk e pranojmë. Po. Je do ta pranojmë se për këtë jemi mbledhur sot. Kështu nuk ka. Po. Pra në moment ti nuk mund t'i thuash sot gazetarit apo nardit apo edhe prokurorit që ku është ky dokument? Jo, s'u po lexoj çka ka thënë Spaku. Unë nuk I bëj Ti the që pa një gjë që është gjë më e mirë, mor. Këto nuk janë prova, janë indicie zotëri. Këto janë indicie, ju indicie po ktheni provë. Dhe ju me indicie Belinda Ballukut. Me indicie po bëni dhe veprë penale. Kjo nuk ekziston. Ky quhet gjyq popullor. Në rregull, dakord, okay. Ecim. Indicion e kthyet në provë dhe provë